Vllai i madh sonte do t'ju vërë përballë zgjedhjes. Nëse doni të ndaheni nga njëri tjetri, edhe sikur njëri prej jush të thotë po, dua të ndahem, do të shkoni në televotim. Zgjedhja ime është Laerti, kështu që nuk Okej, pranoj sfidën e vllajt madh të kur. Po më thuaj, çfarë kam ndryshuar unë nga ato që të kam thënë? O, Laerti, po them, mik, zhduku! Më që e vështirë për të marrë. Po, ta vlerësosha shumë, edhe ti thush përpara një shqiptarie, fjalët më të mira ose më të bukura që mund të ketë thënë një femër, edhe të tedhi poshtë. Moj pa vetë. Dakor. Jepi. Te kam falur unë ti për ato që bën. Dhe që ke thënë. Po të mos e pranoj sfidën, do thoshin frikaca. Do që të ecim kurriz Valbonës. E pranova sfidën, tradhtor Valbonën. Se kjo ishte zgjedhja që duhet të tregonte guximin Laert Vasili, me vajzën që shprehu ndjenjat e tij. Ti e putur e shkryer me puna. Jam shkryer. Po shumë mirë, problemi. Nuk prap të falë. Më ke falur ti për çfarë? Seksual, prap të çon me. Çfarë problemi ke ti? Luaj me Xhibanin, luaj me Laertin. Luaj me Xhibanin, luaj me Laertin. Hyrë në prajmin e parë që pam, bëri sikur se njihte Jozi. Pastaj Jozi na doli vlla. Pastaj nuk është vlla. Gënjes me Valbona dhe unë prapë e kam falur. Veten tënde kundërshton. Po maman time mos e zënë goj, as motrën time. Mos zënë goj familjen. Vazhdo lojën tënde. Zure në goj të ndjerin që ka ndruar jetë. Zure në goj, nuk të vjen tur. Të lëviz dhe u babaj tënd, i vjen tur për ty, është krenar për ty. Çfarë janë po, sinqerisht çfarë janë po? Po zënë goj të ndjerë tani. Shpun ke me timad dhe me nënën time shpun ke moj. Laerti, ma shari më i madh që ekziston në zhvillën të kësaj. Ti je turpi i artit shqiptar! E ka thënë Gerta Gixhani, mos i vit batuta. Po legend. Ti po gjera ty gjysmë burrë, gjysmë grua? U pel tash. Kjo është grua ma. Okej, faleminderit. Një muaj tjetër ishim një po 3 jo. Ti e di shumë mirë që kjo nuk fitohet dysha. Nuk shkelem mua me këmbë, o Laert. Se të shkelem. Ajo lojtare më e fortë se mua. Për cilën ma? Do dalu nga shtëpia. Për cilën ma? Për cilën jam? Çfarë ke? Unë nuk dua ta fitoj Big Brotherin. Duke mësuar Valbona aty. Dua ta fitoj vetëm. Dhe Valbona le ta fitoj vetëm. Ti nuk të penalizonte në asnjë moment fakti që ty të shkoje dyshe përpara. Vetëm në të shtëpi, dashuriska nuk i kam lënë për të shtëpi. Nëse ka diçka, do vazhdoj aty jashtë. Nëse jo. That's it. Nuk shoh asnjë pengesë në sytë e tij. Dhe mos luaj rolin e viktimizimit. Që s'do jemi qetë. Po s'jet mos e thlet ndërgjegja jote më. Ndërgjegja ime. Po ndërgjegja ime unë këtu kam marrë një garë. Mos ngatroj emocionet me garën tënde. Garën e kemë mua këtë javë, e kemë mua. Veten e ka. E kemë mua. Laert Vasili me Valbona Mhilli. Ti vërtetoj vetes. Vërtetoje me mua. Vetes. Ja vlej apo s'ja vlej? Ore seriozisht, unë kam dashur Laertin. Unë po them se des për Laertin, po kam dashur njërin time këtu brenda. Përse një shënësua shumë. Po do lani, mos më dhe, fito për mua. Do le që do fitoj për ty. Shumë bukur, mbështet lojën tim. Nuk jam e pasur, nuk kam lek, po unë do t'i kisha dhuru unë ato lek. Nëse ne do ishim deri në fund bashkë, do t'i kisha dhuru unë dhe ti ta merrje shtëpinë, Laert. Dhe unë jam nga ato vajzat që e maj fjalën. I pa burje. Ti jep në dhënë dorën dhe ty bravo të qoftë. Kash. Faleminderit. Atëre, Valbona, Laert, kjo me siguri do t'jetë hera juaj e fundit së bashku brënda këtij Big Brotheri. Televotimi vazhdon të jetë i hapur dhe ky do t'jetë i vetmi shans i fundit që keni për t'u ballafaquar dhe për t'i thënë gjërat që mbase nga këto serime që pat kanë ngelur ende pa u thënë. Mund të flisni me njëri tjetrin, Valbona, Laert. Unë Ledion, si çdo kush këtu është futur vetëm brenda, e dihet që Big Brotheri fitohet vetëm. Tani, për sa i përket sfidës që mu dha nga vllai i madh, e pranova për të parë se sa vlen lëkura ime këtu.
Valbonës i kërkoj shumë ndjes për çdo gjë që mund ta ketë lënduar, por siç ja kam sqaruar që në fillim që unë këtu nuk mund të bëj më tepër, dhe në qoftë se ka diçka, do vazhdonte aty jashtë. Në ecurin kronologjike të këtyre 3 muajve, kam falur Valbonën për çdo gjë që mund të vinin gocat e shtëpisë dhe të thoshin shiko Laert, çfarë bën. Është duke luajtur në 2-3 paralele. Dhe unë nuk e shifja dhe madje kam thënë, për mua Valbona nuk ka një strategji të tillë. Çiltërsia e saj keq kuptohet shpeshherë nga ju dhe akuzoni që ka luajtur në 2-3 pra me Xhibanin apo ri shumë me Jozin. Unë këto gjëra nuk ja kam vënë re. Dëgjova që tha Valbona ja kam shërë ndjenjat para një shqiptarie. Në të njëjtën mënyrë më ka refuzuar, më ka lënë në gjunjë 20 minuta para një shqiptarie kur i kërkova darkën dhe paçka se ishte duke buzëqeshur më tha jo. Sërish e kam falur dhe u bë prap një përpjekje për të parë se ku shkon kjo marrëdhënie. Që Valbonën e kam xhanë e zemër, ajo nuk diskutohet. Dhe edhe fjalët e rënda që më ka thënë, që përmendi Timat të Ndjer, i cili në datën 7 prill bën vitin, dhe nuk e di, unë do i bie kokës në mur, do më thënë. Nuk i bie ti kokës në mur, Laert. Atë mbaroj Valbona, një sekond. Bolla trove, Laert. Nuk po aktroj, jo Valbona. Sepse siç përmenda babin tënd, përmenda babin tim. Pse e përdor, pse viktimizohesh? Mos u viktimizo, mos u viktimizo, lëri fjalimet. Lëri fjalimet e tua të përgatitur. Po të filloj të kërcej. Lëre, po për çfarë thua, për çfarë më ke falur, për çfarë të kam bërë unë ty, more. Përveç se ti ke qenë njeriu që më ke thënë tani do më dëgjosh dhe mua. Po jo, më ndërpreve. Po pse të dëgjoj, do me thënë ti ke të drejtë të më ndërpresësh, unë s'kam të drejtë të përgjigjem. Ti në këtë shtëpi nuk mund të aktrosh më, si shpas në videon, kur ti ke dalë si trëmbur, si që përshkruajtën banorët, jo, unë nuk kam kuptuar dhe i kam kërkuar në Dionit për herë të dytë të më shpjegoj për herë të dytë ja kam kërkuar në Dionit. Jo, e përmëndet ti. E përmëndet ti, Valbona e ke përmëndur ti. Aty të lori kafe. Sepse baba im nuk do jetë krenar. Po qfar ke me Timat të Ndjer? Me Timat të Ndjer qfar ke? Prapo ma thua, është krenar, shpun ke, është në tjetër jetë. është në tjetër jetë. Dëgjo, ti ke qenë ajo që më ke thënë, suksese në jetë, letë vazhdoj se cili rrugën e vetë, vazhdoj shdet, po pa tjetër. Jo, po ti nuk më ke lënë, Valbona, çdo 2 ditë, ti më ke thënë mua suksese në jetë. Ti nuk, gabimet e tua i kam falur të gjitha, të kam këshilluar, por të ka thënë, shtëpia të ka thënë, e ke sfumuar. Dakor? Dhe unë nuk e kuptoj, dhe u bërë shumë 3 ditët e fundit. Mos e shfrytëzo ata, sepse Olës i ktheva kortezin që më bëri. Unë nuk e kam djekur Olën në shtëpi, as kam qenë në marrëdhënie me Olën, në momentin që të erdhën 2 zgjedhje mundësie. Me Valbonën që e kishe kradët kam bështetur nga fillimi deri në këtë momente. Ku ishte? Kortezia, më këtë përgjigjem. Më këtë përgjigje ku ishte kortezia. Bori fotografinë e ëmbëlsirës tënde, ta grisi në pishin, qaje pas ti, i thash dalo mos e bëj, të tante dhe të ndishte në dhomë të gjumit, ke ardhë më ke zgjuar dhe ke thënë gjesti është lajmëtar yt, dhe ta balafaqova dhe si ishte lajmëtar yt, pastaj mori kapelen, jo atë përgënjeshtrove ti, e përgënjeshtrove ka qënë Daniela dhe ke qënë duke qeshur, mos i ndryshon deklaratat që ke bërë. Unë nuk ndryshoj asgjë, unë nuk prap me motrën ti me ti, prap me familjet, prap me familjarët e mi, jo ka kamera në sauna, ka kamera në sauna. Dëgjo, shakat, jo mos gatro shakat, humorin mos e gatro, si shë në mënyrë humoristike, ka bërë putje me gjestin dhe Aldon, ti më the jesh klyer me djemë të shpis, a kupton, më the grua, më the turpi, i shqiptar, do me thëmë, qfar tjetër do të më thuash dhe unë të vazhdoj të të falë
këtu për dashuri. Valbona, a je penduar që e ke zgjedhur Laertin edhe ki parasysh që një nga frazat më të famshme të këtij edicioni është Laerti. Është diçka që e ke nxjerr ti nga goja jote për shkak të afeksionit që ti kishe. A je penduar duke ditur se çfarë ndodhi sot? Ledion, unë kam... Çdo gjë mund ta kem imagjinuar në shtëpinë e Big Brotherit, por nuk e kisha imagjinuar kur që do ishte pikërisht njeriu që kam vlerësuar, kam dashur, kam pasur njeriu më të afërt unë, se nga ky nuk besoj që unë kam qenë ndonjëherë. Që ky mua do më nxirrte kok dhe nuk më do brenda në këtë shtëpi dhe në momentin e parë që ju dha mundësia, ai e bëri dhe më tregoi dashurinë e tij. Kur kam thënë Laerti është Laerti, i kam menduar që vërtet Laerti është Laerti, duke të shtrirë dorën, duke të kapër dorë edhe duke të dhe prandaj të kam falur gjithmonë, Valbona. Ti s'ke falur asgjë sepse s'e kam bërë asgjë kur. Përveç se të kam mbrojtur, përveç se nuk i kam dhënë zë, kur kërkohesh argumenti, edhe dilja unë si idiote, nuk ka argumenta kjo vajza. Unë kam pasur argumenta gjithmonë, zoti Laert Vasili. Kush të tha që s'ke argumenta? Gjithmonë kam pasur argumenta për ty. Por unë kam zgjedhur mos i jepja zë. Kam zgjedhur të të besoj. Ledion, përpara ditësh kam qenë e ulur aty duke diskutuar me Laertin dhe duke thënë çfarë janë këto akuza që të bën shoqja jote e ngushtë Rozana Radi. Dhe ndër të tjera e kam ripyetur sërish, pasi më tradhoi herën e parë kur i kërkova sa besim duhet kem tek ty, nga njëshit tek Vjeta. Ti më shite mua duke mos pranuar ftesën dhe duke më lënë gjujnë. Më lënë gjujnë dhe the jo duke qeshur. Ktheve Jozin kundër meje. E ripyeta sërish, Laerti thash po të pyes për herën e dytë. Kundër meje, domethënë. Sa besim duhet kem te ty në këtë marrëdhënie që ne rifilluam bashkë. Mos gatro garën me emocionin njerëzor. Po 100% të kesh. Kur ti premton dikujt, Laert. Valbona. Tu fitojnë 100.000 euro, nëse do ishe dyshe do fitonin 50 unë. Unë nuk jam e pasur. Unë nuk kam lek. Ama nëse ajo shtëpi do të shërbente ty dhe nëse ti do doje mua, do të shërbente dhe për mua dhe lekët do ishin të tuat. Të shpëtoje shtëpin. Por ti mua, më preve në bes, më le në rrugë. Pranova sfidën e vlajt të madh. Cila ishte sfida? Kjo ishte sfida. Ne të dy përballë njëri tjetrit dhe e pranova. Sfidën këtu brenda me mua e ke pasur. Jam bjerë shumë keq në atë moment, por e kam pranuar. Me mua e ke pasur, me mua e ke sfidën në shpinën e Big Brotherit. S'të kam thënë unë fjalë të fundit asnjëherë. Të kam falur çdo ofendim dhe çdo sharje që më ke bërë dhe çdo braktisje që më ke bërë. Ti kishe dy mundësi. Kjo mundësi vjen një herë në jetë. Big Brother vjen një herë në jetë. Kjo është mundësia ime. Big Brother është mundësia ime. Në qoftë se ti ke ato ndjenja, më prit aty jashtë. Atëherë, Laert. Jam do të vi. Mora të mua. Piruetat që bën. Se fillove të qeshësh prapë. Pra fillove të qeshësh. Laert, dakord që Big Brotheri vjen një herë në jetë edhe kjo mundësi të vjen një herë në jetë, mirë po, gjatë rrugtimit, gjithçka që ti thua për Valbonën, e cila mund edhe të qëndrojë, i gjithë mënyrës se si, edhe mund të qëndrojë, patjetër, se ti e shikon. Unë se kuptova, Ledion, më falë, shtëpin, nga e kapi dhimbshuria për Valbonën, kur gjatë gjithë kohës, të gjithë e kanë sulmuar. Jo, pra, këtë dua të them, do me thënë ti... Kjo shtëpi, Gjestin, kur e kapi kjo dhimbshuri, që është tallur me ty... Ka diçka, Laert, ka diçka. Fakti që të gjithë shtëpia mendojnë që tradhtari dhe i pabesi je ti, pavarësisht se bashkë me këtë fjali thonë që po, edhe Valbona ka luajtur, a nuk të thot diçka? Se nuk mund ta kenë gabim, mund ta ketë gabim 1, 2, 3 njerëz, po 10 njerëz që mendojnë njësoj është e vështirë me e bo. Dakor, Ledion, unë jam këtu për të sqaruar gjithë kënd, por... Ti s'ke kërkuar falje njerë mua. Të kam kërkuar që të do me rëfimit, po më shpirën të shtu ku qërohë, përse s'më le të flasë. Ose ke kërkuar mo, të erdha
U kam që në shëkuar dhe në pjerë dhe të kam ardhë në sërish. Më ke treguar një video në para një muaj kur thoshte s'ke burni, s'ke bes, s'ke strukturizore, i poshtër, psikopat dhe pervers. Dhe më the, Laert, shiko qëfar thot, dhe unë e di që ke kërkuar ndjes, po më lërë të flasë se këtë bënë në shtëpi. Merë një situatë nga grimi dhe e qonë deri tek piscina, ti duke bërtitur. Tani, dhe më the Ledion, shiko që të thot Valbona dhe unë të jam përgjigjur. Ledion, Valbona jam gjanë, unë nuk zije me Valbonën. Qfar ke bërë? Je zënë me mua. Unë nuk jam zënë me Valbonën. Ti nuk më ke lënë të të dua. Valbona, ti ma ke bërë të vështirë. Ma ke bërë ti të vështirë të të dua. Dhe të kam falur gjatë gjithë kohës. Dhe prapë ka thënë. Prapë, që pun ti me Aldon. Ti nuk reagove kur ftova unë Olën. Ti rije gjithë ditën me Olën dhe Gjibanin. Nuk rija unë. Se rije gjithë ditën me Olën. Shpun kje se uzura unë me Aldon. Aldo e sjaroj Daniela dhe tha, ishte një provokim. Pra nuk e kishte pëlqim të vërtet. Ose gënjen, nuk ka rëndësi, po kjo s'ka të bëj me ne të dy. Me ne të dy, ti më le çfarë do bëja unë. Ti nuk lasja. Ti në momentin që të preket diçka, ti sulesh direkt dhe Valbona të lutem. Unë nuk do, shumë bukur. Dhe gjoktu, Jo, nuk është e vërtet kjo. Nuk është e vërtet kjo. Ti je zënë gjithmonë me mua, nuk jam zënë unë me ty. Ti gjithmonë. Valbona, kush më dha duart? Ola, po s'kisha marrëdhënie unë me Olën. Që janë të çuditëra që thua. Kush më dha? Në rast se unë shoqërohem me dikë tjetër sepse e ke rrugën të hapur dhe ja kam thënë dhe Aldos që atë ditë. Aldo, se bën kshu i thash, kërkoj dhe ti të ashje dark. Dhe në atë dark, kur na keni pyetur thash, kemi folur për Sarandën. Lëre Laert, jo, gënjen fare, jo, gënjen. Mund ta mbrosh veten, po mos gënje kështu. Jo, po gënjen. Unë nuk kam pas marrëdhënie me Olën. Dhe Ola mu të dali të vërtetoj këtë. Pra nuk më dha mua duart Ola. Duart mi dhe ti, kur nuk pranove ftesën time për të vajtë për të ngrënë darkën, që ma kështë premtuar vlaj madhe dhe kësha fituar në mision. Ti më le në gjunjë këtu. Jo, nuk talem asjerë si jam talë. Të djekësh një lejtër, po qeshtu të gjithë. është humor. Dhe ti duhet ishe krenar për mua. Dhe jo të mësore suksese në jetë. Edhe shme, dakor, nuk ishe ti krenare. Ti më ke shitur në të shpi. Dhe gocat e shpis kena akuzuar ty. Për Gjibanin, për Jozin, për gjithçka. Me ty po flas. Dakor, prano ca të vërteta. Sepse po vërtet ti, po vërtet dua trokitet e ke mendjen ti. Dhe jo, nuk kam aktruar këtu asnjëherë. Asnjëherë nuk kam aktruar këtu. Albona, a mendon se Laerti ka aktruar gjatë gjithë kohës me ty? Sot po, patjetër. Sot e di që e mendon që po gjatë gjithë kohës. Sot O Valbona, qëfar thua, qëfar zjerë, nga jo goj, e mendona të gjithë, as vetë nuk e besona të gjithë thot. As vetë nuk e besona të gjithë thot. Nëse Laert Vasili do e donte, respektonte, sa do pak Valbonën, do ishte një tjetër Laert Vasili, dhe ka qenë ai Laert Vasili që s'ka falur gjithçka në të shtëpi. Ai Laert Vasili, lëre Rozanën për foltu me mua, unë t'ka falur në të shtëpi për gjithçka. Nuk ka pasur çfarë të më fali, zoti Laert Vasili. Unë do doja, besoj janë duke më dëgjuar nga dhoma e gjumit, banorët e tjere kanë ndjekur gjithë bisedën, do doja që ti sillja dhe ata në living, sepse të gjithë kanë patur një opinion të tyrin sa i përket zgjedhjes që Laerti bëri, dhe natyrisht, si që thash edhe pak më herët, pjesa dërmuese, gati të gjithë një zëri, kanë thënë që Laerti është besprer dhe tradhtar. Përpara se sa të diskutojmë me njëri tjetrin, do të shohim klipin.